Dhe mundohemi që të ofrojmë edhe juve mundësin për pyetjet që i keni në lidhje me sëmundje dhe me problemet të ndryshme shëndetësore. E sot do të trajtojmë temën për anemin dhe sëmundjet e tjera të gjakut bashkë me hematologun Adriatik Berisha që tashmë e kemi në studio. Numrin ju e keni të vendosur në ekran dhe mund të dërgoni pyetje e të bëni telefonata përmes Viber. Mirëmëngjesi doktor, mirë se na jete. Mirë se u gjeta. Shumë kënaqësi që ju kemi këtu. Nëse mundeni, na tregoni fillimisht se çka është anemia edhe çush manifestohet apo cilat janë simptomat e para. Faleminderit për ftesën, kënaqësi me qenë në studion e juaj bashkë me ju dhe me u përgjigj shikuesve të juaj. Anemia është një problem me definu si problem, i shpesht, jashtëzakonisht i shpesht dhe prek shumë pacienta, me thonë gjysmën e pacientave të përgjithshëm gjatë jetës i prek, varësisht prej probleme tjera shëndetësore që mund me qenë dhe ose drejt probleme të anemis, mund definohet, anemia definohet ose një definicion të anemis mund të themi që është ullje përgjithshëm e numrit të eritrocitëve dhe ka prej manifestime të leta, klinike, manifestime klinike të leta, deri manifestime klinike shumë të rana, varësisht prej llojit të anemis, që janë shumë lloje anemis, dhe varësisht prej vlerave që ka pacienti, të vlerave të anemis, po në këtë rast të vlerave të eritrocitëve, hemoglobinës dhe hematokritit në gjak, koncentrimit. Transporti i oksigjenit në trupat përmes gjakut, përmes rruzave të kuqe, ekskluzivisht përmes hemoglobinës dhe për ata luan rol jashtëzakonisht të madh. Edhe ka manifestime shumë të anemia në organizëm dhe manifestimet kryesore po flasim përgjithësi tek pacientët janë prej një lodhjes të përgjithshme, një plagështisë të shprehur, një humbje koncentrimi, një kokëdhimbjes që mundet me pas, një lodhjes që i shoqëron gjatë gjithë kohës, prej mpimje dursh, prej dispepsie që e themi na deri te tahikardia. Tahikardia do me thonë që kuptojme tahikardi që është një rritje e ritmit të zemrës, do me thonë dhe shpesh harmojnë me vunë lajthitje pacientin që dhe doktorën në disa raste që mundet me qenë dhe nëjë problem kardiak, do me thonë aq shumë manifestohet. Dhe varësisht nga lloji i saj, anemit dhe trajtohen, etiologjia do me thonë mundet me qenë disa lloje, janë 3, ndoshta 3 rrugë kryesore, do me thonë që mundet me ardhur deri te anemia. E para është prej humbjes gjakut, do me thonë prej humbjes gjakut, kur thon prej humbjes gjakut, po flas për trauma, po flas për gjakderdhje, traktit gastrointestinal, po flas për probleme me menstruale të femrave, një hipermenore ose një meteoragji prolongume ose një analinë. Linja tjetër është shkatërimi i qelizave të gjakut, do me thonë palca, prodhon mjaftueshëm eritrocite por që shkatërrohen dhe tjetra këto janë dy rrugë kryesore që i përmenda dhe disa nga llojet po mundohem me qenë sa më konkret për shkak të pacientave dhe për shkak të njerëzve, nuk po ju iki pak terma mjekësor. Më mirë që me pas më tjetë dhe na me kuptu. Dhe këto janë përafërsisht rrugët e një pacienti që vjen deri te një anemi. Dhe tjetra rruga e tretë që mbeta bërsh pa e përmend është dhe problemet në palcë që realisht e stopojnë ose ndalojnë palcën me prodhu rruza gjakut. Do të thonë e para ke prej gjakderdhjes, e dyta ke prej shkatërimit qelizave gjakut, hemolizës, dhe e treta është prodhimi mjaftueshëm, por e treta është mos prodhimi mjaftueshëm i palcës, do të thonë për plot arsye. Këto janë disa prej llojeve, po i tregoni. Unë mundova me definu 3 rrugë kryesore të ardhjes të anemis. Llojet e anemis është tjetër çka mandej. Mandej llojet dhe tipet e anemis. Se i përmendet që ka disa, cilat janë më të shpeshtat? Po tash zakonisht po flas për ato që i prekin më shumë pacientat.
Kemi anemi prej mungesës të hekurit, mungesës vitaminës B12, mungesës të folatëv, deri te anemit që janë të trashëgume, që janë pak më të ralla, po mundoj hereditare ne ju themi. Dhe anemit renale ose anemit e veshkav dhe anemit të tjera sekundare që vinë si pasojë e sëmundjeve të tjera. Malinja, anemi sekundare i quajmë një grup madh për shkak se çdo sëmundje e rëndë, çdo sëmundje malinja dhe të tjera sistemike e çojnë një pacient drejt anemisë. Domthonë llojet e anemisë janë jashtëzakonisht shumëta. Kur definohet lloji i anemisë, kur dihet etiologjia e anemisë, është lehtë mandej edhe trajtimi edhe udhëzimet e sakta se çka duhet me vepru pacienti tuti. Kanë ardhur disa pyetje megjithatë para se me vazhdu, me kalu tamam tek rastet konkrete, dua ta di a e kanë të gjitha trajtimin e njëjtë apo jo? A mundet me qenë më lehtë me disa vitamina apo duhet të kalojmë tek bardhat që me i përdor për një kohë më gjatë? Varësisht prej etiologjisë do të prej ardhjes së anemisë dhe varësisht nga lloji i anemisë, varësisht nga diagnostikimi që bëhet, diagnostikimi i anemive duhet të thekë se anemit e leta kryesisht trajtohen në mjekësi familjare, në qendra mjekësisë familjare nga mjek të kujdesit primar, por anemit më të theksuar dhe me problematike të gjë që dojnë një pulimtim pak më të gjatë, diagnostikohen dhe në spitale renale dhe mandej në qendër terciare në klinikën e hematologjisë dhe varësisht prej llojit të anemisë mandej dhe trajtimi merret konform të gjeturave. Thash, e përmenda njëra prej më të shpesha është anemia për shkak mungesës të hekurit. Për shkak mungesës të hekurit, te anemia, kur kemi anemi për shkak mungesës të hekurit, domethënë normal që bëhet kompenzimi i humbjeve të hekurit, rezervave të hekurit në organizëm, normal që trajtoni. Kur kemi anemi për shkak mungesës vitaminës B12, për shkak të mospërthithjes skanjer, se gjitha këto sintetizohen në pjesë caktuar të organizmit në zorë dhe sigurisht që kompenzohet me vitamin B12, nëse kemi mungesë folatëv e njëjta. Domethënë varësisht prej llojit të anemisë veprohet. Nëse kemi hemolizë që e përmenda atë rrugën e dytë të shkatërimit të qelizave, sigurisht që trajtohet konform gjetrave, stimulohet organizmi që mos me i shkatërru vetë qelizat e veta. Domethënë varësisht për gjetje është dhe trajtimi. Po vazhdoj pra me pyetjet të cilat kanë ardhur deri tash, thotë jam 60 vjeçar me sëmundje kronike të veshkave dhe hipertension, tani kam edhe anemi që disa muaj, lodhje dhe dopsi. Pyetja për doktorin thotë si mund ta menaxhoj? Realisht pacientat që kanë probleme nefrologjike, probleme me veshka, më duket që me veshka po? Po. Kanë insuficiencë renale, përballën me anemi. Realisht anemia vjen si anemi sekundare, si bashkëshoqëruese e sëmundjes primare që ka. Tek këta pacienta zakonisht përdoret eritropoetina, është një prej hormoneve që po mënoj zaventësohet. Merret kryesisht në konsult me nefrologun, me siguri dikush prej nefrologëve e përcjell vazhdimisht pacientin dhe e stimulojnë përmendoj me u rregullu vlerat e anemisë përmes elementeve të cilat i mungojnë pacientit. Thotë jam 45 vjeçare, kam anemi, lodhje të madhe dhe probleme me përqendrimin, jam vegetariane, si me menaxhu? Realisht, edhe te vegetarianët po mënoj manifestohet anemia për shkak se rezervat e nevojshme të organizmit, domethënë dhe hekurin, edhe pse hekurin këto mund me marrë, vegetarianët e marrin mjaftueshëm përmes vimëve, por mund me marrë sasi më të vogël B12 që të folate kanë më pak mish, domethënë nuk janë përdorues të mishit dhe rezervat e hekurit mund me ra, edhe kryesisht ata duhet më menaxhu varësisht për vlerave që kanë dhe varësisht domethënë më menaxhu me suplemente. Sepse hekurin kryesisht e marrim edhe prej mishit apo jo edhe të brendshmeve të. Hekuri është i pasur te disa nga ushqimet. Realisht kur anemia, kur hemoglobina është në vlera lehtësisht uluna, mundet me qenë faktor ushqimi. Por kur është e thellë, sigurisht që duhet me marr hekur, qoftë kapsular, tabletar ose venos. Por ushqimet që i përmende, ka disa nga ushqimet që janë të pasura me hekur, për shembull mishi i kuq përmban sasi hekuri, përmban dhe spinaçi, përmban dhe sallata e gjelbër, janë disa ushqime që janë të pasura me hekur, që hekuri është pak më i koncentruar dhe lidhet në organizëm edhe që janë të nevojshme praktikisht.
Kurse në këtë rast vegetarian mundën ose qoftë sallatat ose tek suplementet. Varësisht çka i mungon, varësisht çfarë anemia është, ne mundet me marrë dhe suplemente, nëse është anemia lehtë, kushtimisht po them, mundet me menaxhu me suplemente. Nëse anemia theksohet, sigurisht që duhet me marrë barna pak më të koncentrume dhe sasi më të koncentrume barna, qoftë sasi të është hekur kjo mundësia me marrë hekur për me sallata është e madhe, po mundet me qenë dhe për shkak mungesës folateve dhe B12 që tash varësisht çka varësisht prej përtitjes ose ato që vetë theksuat. Tot kam djalin 18 vjeçar, ka simptoma të anemisë kronike, përfshi lodhje dhe ngërçe muskulore. I diagnostikuar me talasemi alfa në moshën e fëmijërisë. Pyetje për hematologun thotë, si mund të menaxhohet anemia në pacientët me talasemi dhe cilat janë opsionet në trajtimin afatgjat? A ka ndonjë mundësi për të parandaluar ose menaxhuar dëmtimin e organeve të shkaktuara nga mbi ngarkesa e hekurit tek pacientët me talasemi? Do të talasemia është mbi ngarkesë? Është hereditare, ato që i përmenda më herët, një grup sëmundjesh të anemive që janë trashëguese gjenetike hereditare, përmendoj dhe realisht ka rëndësi shumë se çfarë talasemia është minor, është major, për shembull luan rol shumë, mandej talasemia gjithmonë duhet me qenë pacienti në kontroll të hematologut, her pas here me e pa, po me e përcjell klinikisht dhe përveç klinikisht me e përcjell dhe vlerat laboratorike dhe po mënoj analiza specifike hematologjike përfshirë strishon gjakut periferik, pa tjetër me i përcjell dhe vlerat e hekurit, për shkak se dinë me urrit vlerat e hekurit të rezervat e hekurit në organizëm si është ferritina, me menaxhu, përderisa menaxhohen mirë, nuk besoj që duhet me pas një rrezik permanent për organet tjera, por sigurisht që kjo e përcjell gjatë gjithë jetës, kur është minor, domethënë është simptomat janë më të lehta dhe më të buta, varësisht dhe prej llojit. Por sigurisht që duhet me qenë kontakt vazhdueshëm me një hematolog. Po flas me kontrolla periodike. Kontrolla duhet bëhen në rutinë, caktohet edhe në bazë të hematologit. Edhe në bazë gjetje. Tash kur pacientat anemik na meta pak borxh që për manifestimet i kanë dhe ato ngërçet, dhe ato lodhje, dhe ato plagështinë e shprehur, dhe ato mpimje durshe, mpimje kamshe, humbje përqendrimje, humbje oreksie, nervoz ka pak. Gjitha këto janë po mënoj simptomat anemisë. Dhe e përmanda dhe më herët, anemia jep aq shumë simptoma sa që shpesh herë mundu me u ngatru njeri. Me mendu që ka dhe diçka malinje, me mendu që ka dhe probleme kardiake, me mendu. Dhe pasan janë manifestime të shumta, për shkak se gjaku e prek çdo organ. Realisht çdo pjesë trupit dhe... Sa është rëndësishme për me zbulu këto, se çka kemi, është rëndësishme me bu të paktën një herë në vetë, një analizë thjesht rutinore, një check-up të trupit tonë? Realisht kish me qenë shumë rëndësishme që jo veç për shkak të anemisë, për në përgjithësi, për shkak të smundjes se na përballemi dhe me smundje të rënda në kliniku, punoj në klinikën e hematologjisë, punoj të tjerë zakonisht shumë, dhe është mirë që pacientat periodikisht në 6 muaj ose në vit varësisht prej moshës në shtatë dhe për gjetëra, me bëha një kontroll rutin, jo veç hematologjike, më përgjithësi me i pa gjetjet. Gjithmonë, kur kemi diagnostikim të hershëm, mjekimi shumë ai lehtë. Gjithmonë, kur bëhet diagnostikimi me kohë ose në fazat të hershme, çfarë do smundje qoftë dhe anemisë korrektohet lehtë. Nëse një anemi, një hemoglobin e ke 100 e trajton shumë ma lehtë se një hemoglobin që e kështë pas 70, që kështë qenë, gjithmonë kontrollat rutin, kontrollat periodike, është kulturë jashtëzakonisht e mirë me i ba dhe me pa organizmin poshtë. Dhe me bo krahasime, realisht, se krahasimet bëhen prej vitit në vit. E keni pasqyrë para një viti që ke baj, ke blera si ke pas, krahason pas një viti se që ka tash, po. Thot kanë fëmijën 5 vjeç, prej lindjes ka qenë anemik. Sa rrezikojnë këta fëmijë në të ardhmen me pas leukemi? Realisht, unë nuk jam shumë i thirrur me fol për fëmijë, për shkak se zakonisht na e kemi ndamën, jam hematolog, realisht merr me vetëm me pacienta mbi 18 vjet, por sigurisht që më u përgjigj, se s'pari jam mjek i përgjithshëm dhe e dyta mandej jam specialist i hematologjisë. Fëmijët janë proces të rritjes dhe përderisa janë proces të rritjes ka njëherë i shpenzojnë rezervat qoftë hekurit, qoftë të elementeve tjera të nevojshme, i shpenzojnë më shumë se sa që duhet, për shkak se procesi i rritjes ka njëherë është më rapid, më i shpejt se sa normal dhe normal që kërkojnë sasi dhe është normale me i përcjell një anemi e lehtë
sigurisht që nëse theksohet anemia, ish dashur me u konsultu me një pediatër hematolog, me i marr rezervat ose me i kthy rezervat, me i mush rezervat e nevojshme, po manaj për proces të rritjes, dhe rezervat që funksionimit të organizmit, dhe nuk besoj që ka arsye dhe nuk duhet me pas arsye me u shqetësu as me shkumendja ka leukemia pse një pacient ka anemi. Absolutisht nuk është rëndësishme me menaxhu edhe me sigurisht po. Thot babi 55 vjeç ka lodhje të mëdha, dhimbje të kockave dhe nganjëherë gjakderdhja, i ka bërë analizat një numër të ulët të qelizave të kuqe dhe të bardha. Jemi duke prit për ekzaminime të tjera, por desha një mendim të doktorit, ju lutem, thot, ju përshëndes. Realisht kur ka në këtë rast kur bin rruzat e kuqe të gjakut dhe kur bin rruzat e bardha të gjakut, i bën që i kemi dy linja të prodhimit të elementeve të gjakut, po që i bën që në një term mjekësor kemi bicitopeni, i bën 2 dhe citopeni i bën me pas pak qeliza, kështu që i bën me ato dhimbje gjaku që i ka dhe me ato gjakderdhje që nuk e di ka gjakderdhjen, se për shkak se nuk e specifikoj kjo zonja, është target me u hulumtu. Sigurisht që duhet me u hulumtu dhe mirë kishen me u vizitu edhe të një hematolog praktikisht për shkak që asaj bicitopenisë që e përcjell, por nuk e kam qartë kush gjakderdhje dhe kam bukur problem me thonë që është i traktit gastrointestinale. Edhe më tepër detale. Po sigurisht që duhet, masi ka dhe dhimbje e shtrash dhe gjakderdhje dhe kjo bicitopeni që e përcjell është fushë që duhet me u hulumtu. Thot jam 30 vjeçare, dhimbje të muskujve dhe djersitje gjatë natës, do të ka. Kam një masë të zgjeruar limfatike në zonën e qafës dhe disa teste të gjakut tregojnë nivelet larta të leukociteve. Biopsia e limfondulit konfirmon diagnozët e limfomës Hodgkin. Hodgkin, po. Po. Nëse mundem një shpjegim të trajtimit dhe është diçka që shërohet. Realisht limfomat janë smundje malinje, por të trajtueshme, varësisht prej gjenetikës tyre. Nëse veç ajo është diagnostikuar me limfom Hodgkin, pacientja në fjalë besoj që duhet me u paraqit klinikën e hematologjisë, te një hematolog patjetër edhe në klinikën e hematologjisë dhe bazë gjetje, bazë të llojit, për shkak se janë disa lloje. Lloje limfomash ka shumë, por edhe brenda Hodgkinit ka disa tipe Hodgkinit, limfomës Hodgkin dhe varësisht prej tipe, varësisht prej gjetje, varësisht prej gjendjes organizmit dhe varësisht prej shpërndamjes saj, ka veç në qafë, apo ka për shkak se nyjet limfatike mundën me u shpërndam periferi bjen në qafë, në sjetulla, në inguinom, varësisht mundet me u përfshi dhe abdomeni dhe mediastini dhe pjesë tjera të trupit, varësisht prej gjetje ajo merr dhe trajtimin e duhur. Trajtimi i këtyre smundjeve bëhet me kemoterapi ose me imunoterapi, varësisht prej gjetje dhe varësisht prej stadit dhe se duhet me bëni stadifikim. Po se ndonjëherë është ma e vështirë me jap një përgjigje këtu definitive apo diçka pa e pa diagnozën, analizat dhe gjëra pa e kompletu si paciente, realisht pa e pa gjendjen e përgjithshme, se nëse ka veç në qafë nyje, sa janë nyjet, sa milimetra, nëse ka dhe në aksila, nëse ka një inguinom, nëse praktikisht ka shpret rritur organomegalina, i themi kur ka prekjet organeve, varësisht ka shpërndamje, domethënë luajnë rol shumë për shkak se na ndjekin protokollet që i ndjek krejt bota dhe për stadifikim dhe mandej për trajtim, janë protokole. Gjitha këto smundje mund të trajtohen edhe në Kosovë, apo jo, do të në qendrën klinike universitare gjejnë trajtim. Po sigurisht që në qendrën klinike universitare, në klinikën e hematologjisë trajtohen shumë smundje, edhe shumë smundje malinje, realisht na e bëjmë dhe japim dhe kemoterapinë për smundje malinje hematologjike, si që janë leukemit, limfomat, mielomat dhe smundje tjera malinje, ka një numër të shtumë të pacientëve dhe trajtimi bëhet sigurisht që bëhet konform protokolleve ndërkombëtare dhe jemi një numër solid tash i mjekëve, specialistë aty që punojmë dhe marrin trajtim dorë. Domethënë mungesë kemi vetëm transplantin e palcës kockore. Po nuk është domosdoshmëri gjithmonë të gjithë pacientët hematologjik, po mendoj nuk është gjithmonë patjetër i nevojshëm u bë. Uroj që sa më pak raste të tilla edhe uroj për ata të cilët janë duke u përballë ta kenë një kohë sa më të lehtë dhe më të qetë në përballje me këto smundje.
edhe mundësi të shumta për me u shëru. Përshëndetje për doktorin, jam 50 vjeçare, kam pirje duash e komsh, kam fillu me ranë pesh, lodhje dhe nuk po mundë me u fokusu. Tash që po e dëgjoj doktorin, po më bërë me mendu që jam anemike, a mund tjetë kështu? Realisht mundet me qenë njëna për shkaktarëve anemia, 50 vjeçare, mundet me qenë dhe shkaktar tjerë, mundet me qenë dhe probleme reumatike, pak të moshës që japin atë mpimje dursh që ka dhe mpimje kamsh. Gjithsesi, dhe humbja në pesh, por nuk është realisht shenjë e mirë, pa arsye, kur ndodh pa arsye, por duhet më vullumtu. Besoj që kishte qenë në rregull që zoja më paraqit dikon në qendër mjekësisë familjare së pari, me bë disa analiza të përgjithshme biokimike dhe hemogrami nuk e diskutu më herët, është analiza më thjeshtë e mundshme që na tregon për një anemi. A dieta të vlera ç'është duhet të dalin, cilat janë të saktat, ku me u friksu dhe ku jo? Patjetër që hemogrami është analiza më thjeshtë e mundshme që bëhet për 2 minuta prej gishtit dhe vjen vlerat e hemoglobinit në kohë reale të shpejt, por zoja në këtë rast mendoj që duhet me shku në qendër mjekësisë familjare, me paraqit te një specialist i mjekësisë familjare ndoshta spari, me bë disa analiza të përgjithshme që me pas një orientim se për çfarë mjeku ka nevojë praktikisht. Nëse është anemi, ka me neve, nëse ka probleme me unoza me qafë, ka reumatologun, nëse ka probleme gastrike, ka gastroenterologun, varësisht domethënë me pas një orientim. Cilat janë ato shenja ose ato rezultate që ne nuk duhet me i neglizhu, edhe që tregojnë që po tek hemogrami, për shembull laboratorike, po rezultatet që dalin. Anemia definohet përmes një hemogramit në fazë fillestare, po mënoj, pasqyra e parë, kontakti i parë, nëse ti janë. Sepse ju të gjitha rezultojnë pra me njëherë me analiza. Nëse një pacient ka ankesa, sigurisht që nëse vjen të na, ka ankesa, ka lodhje, ka plagështi, referon për problemin, sigurisht që na kërkojmë analiza, se pa analiza e ke probleme, thonë diçka që realisht me gjetë një diagnozë të saktume. Dhe analiza e parë, ose një analizë që është më e shpeshta te hematologë është hemogrami. Dhe tin hemogrami sheh vlerat. Domthonë hemogram shihen vlerat e rruzat bardha gjakut, rruzat kuqe në këtë rast. Sa duhet me na dal hemoglobina për me ushqetësu? Eritrocitët, ose leukocitët, cili është numri i duhur? Po tash hemoglobina në kushte normale hemoglobina ishte dashme qenë 120. Mbi 120. Në kushte normale ose 12 gram për litër. Kemi ato po mënoj parametrat hematologjik varësisht amaten me gram për litër, miligram për litër, apo varësisht si matën. Dhe kur kemi ullje, se ka njerë me qenë, na kemi arë sot me folë për anemim, ka njerë me pas rritje jashtë normal, prodhimit gjakut. Dhe kur kemi ullje të hemoglobinës, për shembull, varësisht tash prej llojit të anemisë, nëse rrëmja të hemoglobinës pa arsye, sigurisht që duhet më ulëmtu. Në cilën vlerë është më shqetësuese? Nuk ka vlerë standarde që me thonë prej që të penisim, por manifestimi klinik lunë rol shumë dhe mandej për shkak se e diskutuam dhe bashkë më herët. Një famën që ka probleme me cikël menstrual mundet me përballu një hemoglobinë edhe 70. Për shkak se mësohet me mujt tanë, bjen gradualisht ka dalë edhe ajo ambientuar në këmbër. Por një pacient që e ka një gjakdera dhe traktit gastrointestinal, ndoshta 90 mijë hemoglobina, e ndjen një lodhje të jashtëzakonshme që shpërnoj su një hap syt. Domethënë, varësisht nëse ka hemolizë që është shkatrimi i qelizave që i përmenda më herët, edhe te ajo klinika është pak marron. Varësisht për klinikë zonë nuk ka ndonjë vlerë standarde që më thon deri në 100 për shembull hemoglobina dhe në 100 edhe po nisim. Por pas ka edhe të tjerë të cilët mundën me pas më lart që nuk është e mirë, pra që sigurisht edhe ajo edhe ato janë smundje. Prodhimi, domethënë, është bile tash shumë e shprehur te moshat e reja, sidomos te mashkujt, për shkak të stresit, ngarkesës, ushqimit, cigares, mos ventilimit mirë mushnive, janë disa prej shkaktarëve që e shtin organizmin me prodhu palcen, me prodhu gjak pak më shumë, domethënë stimulojnë palcen me prodhu gjak më shumë. Përderisa nuk vërtetohet që është diçka po mënoj diçka gjenetike hematologjike, në të menaxhueshme, por nga një herë pacientat që prodhojnë gjak diagnostikohen dhe me sëmundje specifike hematologjike, siç është polisistemia rubra vera, që i bën që është hiperprodhim i linja po mënoj të gjakut. Ta persona duhet me dhuru gjak
Hekin gjak, praktikisht bjen njajt, për me bëjnë venopunksione ose venopunksion i bjen me largu gjakon e tepër për organizmit dhe sigurisht që hulumtohen aspekt genetik për smundje të caktuara hematologjike thash që mundin me qenë. Dhe mandej marrin trajtim konform gjetra, konform diagnozës. Po, patjetër, krahas edhe anash këtyre personave të cilët mundën me prodhu edhe më tepër gjak edhe duhet, ndoshta në si formë nevojës me dhuru gjak, a është mirë me dhuru të tjerët. Çka i bën organizmit tonë? Realisht dhurimi i gjakut është një kulturë që duhet më ndjek për njerëzve. Jashtëzakonisht shumë, na kemi bashkëpunim jashtëzakonisht madh me transfuzionin e gjakut. Transfuzioni i gjakut, përmendaj, është ajo fabrika e gjakut që e furnizon krejt ÇKU-kan dhe spitalet rajonale pa përjashtu dhe pacientët kanë nevojë shumë për gjak, jo vetëm hematologji, por edhe për shkak të aksidente, edhe për shkak probleme të tjera, politrauma kanë dhe është ju preferojnë njerëzve me dhuru gjak dhe duhet me qenë në shtetet ku u thë jashtë dhe ku jam dhe në doktoraturë në Zagreb, dhe me thënë shoh një kulturë të jashtëzakonshme të dhurimit gjakut dhe pacientat, po flas tash në aspekt shkencor hematologjik, po më pacientat mujnë me dhuru gjak, brenda vitit me dhuru nuk ka ndaj far kufini, një herë, 2 herë, 3 herë, por në kushte normale besoj që një 2 herë brenda vitit kish me qenë ideale, për shkak se prodhimi i palca prodhon mjaftueshëm gjak, regjeneron ato qeliza që janë dhuru, edhe shpëton jetë, është moto, edhe realisht është e vërtetë që dhurimi i gjakut shpëton jetë dhe freskohen. Eritrocitët që ndrojnë në organizëm njeriu 120 ditë është parafërsisht gjatësia eritrocitëve. Do të thonë vazhdimisht palca prodhon rruza gjaku. Derisa s'ka smundje po flasim gjithmonë dhe jo preferoj njerëzve, pacientave njerëzve që janë shëndetshëm dhe që s'kan probleme shëndetësore me bë kulturë, me dhuru gjak, s'pa po njerën vetë, në 72 herë vetë. Këtu do të të këtu smundjet e gjakut varet shumë edhe stili jetesës, edhe të ushqyrit, për ndoshta edhe stili, pirja e duhanit, alkoolit, se çfarë që ndihem edhe çfarë smundje mundet me na. Sigurisht që po, ushqimi është një faktor jashtëzakonisht i rëndësishëm, se përmes ushqimit merren elementet e nevojshëm që na vijnë për me funksionu organizmi, i përmendëm më herët disa prej tyre që lidhen me anemin ma shpesh, qoftë hekurin, qoftë vitaminat e ndryshme, qoftë vitaminën B12, qoftë folatet. Gjitha elementet domethënë kryesisht merren përmes ushqimit, sintetizohen në organizëm, shpërndahen, mushen rezerva, domethënë ushqimi është një faktor jashtëzakonisht i rëndësishëm. E tek pirja e duhanit dhe te elemente tjera që i përmendëm mund me ndiku negativisht në prodhim të gjakut, prodhim të shtumë të elementet të gjakut në këtë rast të eritrocitëve për shkak të mos ventilimit mirë mushkrive, për shkak të problemeve që mund të shkaktojë mushkrive, për shkak të obstruksioneve të rrugëve të frymëmarrjes, e stimulojnë palcën rrajshëm me prodhu elemente gjakut. Domethënë, kjo është njëjtë kur ka dhe situatat ndryshme, përmendim mas jemi këtu dhe njerëzit që jetojnë në bjeshk, lartësimi detare të larta prodhojnë gjak pak më shumë, për shkak se ajri është pak më i rrallë dhe e përmend atë lidhjen edhe atë bartjen e oksigjenit që bëhet përmes gjakut. Pra për këtë arsye dhe kur përballen me shumë sëmundje ndoshta malinje, ka persona të cilët i ndjekin këto bjeshk apo shkojnë qoftë në prevall, qoftë diku tjetër ku edhe u ndihmon ajri edhe më tepër, a? Realisht e kam vërejt një tendencë shtu me vitet fundit që pacientat me shku, me qëndru në një periudhë caktuar në bjeshk, caktuar pa përmend me emën, ajo ndihmon, në atë kuptimin ndihmon në aspekt, edhe nëse ndihmon drejt për drejt, në aspekt mjekësor, s'paku në aspekt psiqik dhe një qetësi dhe një ajri pastër sigurisht që është i mirë sa ardhën të pacientat, por të pacientat sundje malinje besoj që, po më jo besoj, po duhet, pacientat sundje malinje duhet të nështrojnë mjekimit, duhet të nështrojnë dietav dhe rekomandime strikte të mjekve dhe sigurisht që duhet realisht të besojnë sigurisht të mjeku dhe konsultat me doktorin çdo herë do të jenë paraprakisht para se me marrë një hap. Sigurisht që një ushqim i pasën me elemente kish me qenë ndihmës edhe të smundjet malinje, se për shkak që pacientët që marrin terapi traum, në këtë rast kemoterapi, sigurisht që dëmtohen dhe
dhe qelizat e gjakut, dhe shkakton lodhje, dhe shkakton probleme me lukth, dhe nuk më ushqehen mirë, dhe ka efekte anësore shumë. Gjithë e dinë që kemoterapia ka efekte anësore të mëdha dhe sigurisht që dhe ushqimi i pasën ndikon mirë dhe aspekti psiqik është jashtëzakonisht i mirë dhe preferohet pse mos me shfryzu dhe lartësinë mbydetare edhe qetësinë pak shpirtërore edhe me qenë nga të familjes është element jashtëzakonisht i rëndësishëm me qëndru nga të familjes. Për ata mendoj që duhet më investu jashtëzakonisht më shumë shëndetësi tek ne që sa më pak me i dërgu pacientat jashtë vendit, me i realizu gjitha çka ka nevojë nga vetin, nga të familjes, nga vendit, edhe për aspektin, po flas për aspekt shpirtëror dhe moral, por edhe aspekt financiar. Me ka koha me lëviz përpara dhe me i realizu gjitha, me u rreshtu spaku me popujt e rajonit. Nëse jo, ma larë më rreshtu dhe në tarë. Kështu që përshfrytëzoj me bë thirrje që me pas investime më të mëdha, po flas në njerëz dhe kapitale në shëndetësi. Doktor, jemi krejt në minutat e fundit të bisedës. Juve ju faleminderit shumë për kohën që keni ndarë me qenë pjesë e emisionit mëngjesit. Faleminderit shumë edhe për këshillat. Për ata të cilët ndoshta nuk e kanë zënë bisedën prej fillimit deri në fund, sepse shpesh ka pasur edhe pyetje pak a shumë të ngjashme apo mos të jemi krejt të njëjta, përgjigjen e doktorit mundeni me gjetë në kanalin zyrtar të Koavizionit në YouTube, aty ku menjëherë pas orës 10 do të postohet edhe krejt biseda e realizuar këtu me doktorin. Shumë faleminderit edhe një herë për kohën, kënaqësi që biseduam. Faleminderit dhe për juve, kënaqësi që biseduam me ju, kënaqësi që patëm kontakt drejt për drejt dhe me pacient dhe shpresoj me u pa prapë dhe me diskutu problematika që i prekin pacientat për ditë. Faleminderit shumë vërtet. Po. Kënaqësi që isha këtu.